ka dhe shumë situata të vështira, për shembull situata që më kalon juri është situatë e vështirë. Por në momentin që juri e zgjidh, vjen një lloj kënaqësie, po një kënaqësi jo vetëm profesionale, por dhe artistike, sepse kërkon disa kombinime gjërash të menduari që në fundit janë shumë individuale, nuk ta thot njeri. Ndërkohë që menaxhimi i projektit sistem përfshin procese, që tek menaxhimi i njerëzve, që menaxhimi i ekipeve, menaxhimi i burimeve, menaxhimi i blerjeve, menaxhimi i kohës etj. Ka shumë procese brenda. Ka përgjegjësi, çdo person atje është i përgjegjshëm për punën e tij, por ka dhe autoritet. Domethënë, mendoni tani që pjesëmarrja juaj, për shembull, në gjithsekush që është në një ekip, duke qenë se janë burime të fundme, supozojmë ju keni, domethënë janë burime të fundme, do thotë që ju nuk keni në numra të pafundme. Në një projekt çdo gjë është e kokoklepsur. Si më thonë, qoftë numri njerëzve, qoftë numri ditëve, çdo gjë vepron në ato kufit limit, sepse në parim të gjithë duan që projekti të bëhet sa më shpejt, me sa më pak para dhe me sa më shumë cilësor. Gjithmonë detyrimisht numri njerëzve është gjithmonë më i vogël se ai që duhet në projekte reale. Parat janë gjithmonë më pak se ato që duhet, koha është gjithmonë më e shkurtër se ajo që duhet. Dhe tani ti po ti marrësh të gjitha këto bashkë, ti përsëri ai sponsori të thotë, Tano, do ta marrësh, either you take it or you leave it. Ose do ta marrësh, do ta bësh ose do ta largohesh. Sepse do gjendet gjithmonë dikush tjetër që do e marrë përsipër këtë gjë. Dhe këtu fillon ajo pasaj që mund jetë ego profesionale, etj. Që unë e bëj, dhe ti mundohesh që me pak para, në pak kohë, me pak burime, ti të realizosh atë punë që si kishe menduar më herët. Kërkon çdo lloj të menduarit. Projekti ka 3